Seancat 2 minutëshe tashmë janë bërë të zakonshme pasi s'po ka lëvizje të gjërave në kuvendin e Kosovës. Zhagitja formimit të legjislaturës së 9 sot arriti për të 26 herë të jetë temë e ditës. Deputetët po akuzojnë njëri tjetrin për blokadë institucionale tash disa muaj. Nga lëvizja vetëvendosje, Albulin Haxhiu tha se nuk e mohon si zgjidhje mbajtjen e zgjedhjeve të reja në rast se mbahet peng dhe nuk konstituohet kuvendi. Partit politike të dëgjohen, të shohim se cilat janë propozimet e tyre për datën e mundshme të zgjedhjeve lokale, por nuk përjashtohet si me thënë situata ku mund të mbahen të dyja bashkë. Ne nuk jemi kundër si lëvizje vetëvendosje, nuk është ky qëndrimi jonë primar, por në qoftë se mbahet peng dhe nuk konstituohet kuvendi i Republikës së Kosovës, atëherë e vetmja zgjidhje tjetër janë zgjedhjet. Edhe një qytetar është i bindur se pas gjithë kësaj situate do të shkohet në zgjedhje të reja. Mirë hiç. Ata vëse përshojnë për paraqitën që aty dhe pesin. Edhe sot do ta që vjedhe president jam duket aty. Nëse tu dotën e zgjedhjeve lokale. Mirë hiç valla. Hiç. Me pas gjithë qysh kanë me shku të zgjedhje të reja. Mendimin ta me komunë. Qështu nuk bën mu, nuk bën, na ka lodh poplin. Me premtime, mas shumë ti penalizohem qytetarët. Se shkoj 3 muja, 4 muja u bon, të shkuj zhag, valla bol mode. Gjithdo sa ka kufinin e vetë. Ne jemi lodh me këtë shtetë, me këtë qeveri e shola bëhet mirë. Ndërkaq që një tjetër thotë se i gjithë faji është i popullit që nuk reagon për këtë ngecje institucionale. Mendimi jam është ky. Unë nuk dim dhe kur marron kjo maraton. Si më thonë, e unitetit, përqarja. Neve nuk na vjen përqarja. Që tash ma fort se kur sukër bukën e gojët që i hajmë, dëmë me pas bashkimit, më bashku. Këtu nuk janë këta fajtorë sa jemi na si popull. Këtë popli duhet më mledhe dhe mi thonë bolë që ta shë bolë. Me këtë që ka përveprojnë këta, dhe më thonë njën kundra poplit dhe kundra shtetit. Kur edhe sovrani fjallën e vetë në këse votës lirë, e të regoj edhe bota dhe Evropa, thonë shumë bukër, shumë mirë, e ta shta mes të shkelin këto parime. Seanca radhës do të mbahet nesër e jo siç po ndodhet zakonisht pas 48 orësh.